Horoskopi ditore premte 24 prill 2026. Dashi, do të ndiheni mjaft të tensionuar gjatë kësaj dite, do të ndiheni të pakënaqur, por pavarësisht kësaj, mundohuni të qëndroni pozitiv. Bëni kujdes me shëndetin, dhimbjet e kokës do të jenë të vazhduara gjatë gjithë ditës. Demi, ju pret një ditë problematike për dashurinë, por shumë shpejt hëna do ty në shenjën tuaj dhe gjërat do të përmirësohen. Besojini instiktit në punë dhe në financa, pasi do t'ju çojë në rrugën e duhur. Binjakët, kjo është dita ideale për projektet në çift. Mundohuni që të shmangni debatet, pasi mund të lindin pa motiv. Edhe puna do të ecë mjaft mirë, pasi ajo që do të bëni në këtë periudhë do të jetë mjaft e rëndësishme për të ardhmen tuaj. Gaforja, do të ketë mjaft tension gjatë kësaj dite, ndaj mundohuni të mbani situatën nën kontroll. Në dashuri, ëna do të jetë kundër, ku mund të ketë edhe probleme, po ashtu ky është momenti duhur për të planifikuar se si duhet të lëvizni në punë. Luani, Venusi dhe Mërkuri do të kenë ndikim mjaft të favorshëm duke stimuluar emocione pozitive. Kjo periudhë gjithsesi do të jetë e komplikuar, ndonse mundësitë nuk do të mungojnë. Bëni kujdes me shpenzimet, pasi daljet kanë qenë të mëdha. Virgjëresha, do e keni Venusin kundër për disa kohë dhe kjo gjë do t'ju komplikoj gjërat në dashuri. Në raportin në çift duhet të bisedoni dhe të mundoheni t'i zgjidhni problemet. Në sferën profesionale, yjet do të jenë në anën tuaj. Peshorja, hënën do e keni kundër dhe kjo gjë do t'ju shkaktoj probleme. Bëni mirë t'ju përkushtoheni gjërave që ju pëlqejnë dhe projekteve që i keni më për zemër. Gjatë kësaj dite do të ndiheni pesimist, por mos u shqetësoni. Çdo gjë do të kalojë shumë shpejt. Akrepi, shfrytëzojeni sa më mirë këtë periudhë për të kuptuar se çfarë dëshironi të bëheni, sidomos në dashuri. Keni nevojë për të gjetur stabilitetin. Nëse keni fëmijë, do të asni probleme me ta. Yjet do t'ju ndihmojnë në sferën profesionale. Shigjetari, keni dëshirë për të jetuar diçka të re. Në dashuri do të merrë mendime shumë të rëndësishme, sidomos për çiftet që nuk kanë shumë kohë bashkë. Ky është momenti për të kuptuar nëse doni të ecni përpara apo të mbyllni një raport. Puna do të rinis, por do të ketë probleme. Bricjapi, do të ndjeni të lodhur dhe me gjasa do të asni edhe vështirësi. Bëni mirë që vonesa t'i shtyni për një moment të dytë projektet e verës në çift edhe gjithçka tjetër që lidhet me punën. Gjithashtu, shumë gjëra do të ecin jashtëzakonisht ngadalë edhe në punë. Ujori, në dashuri, flisni qartë, pasi mund të ketë keqkuptime të kota. Nëse në punë nuk do të ndiheni mirë, mund të vendosni të hiqni dorë ose të ndryshoni drejtim. Peshqit, në dashuri do të ketë përmirësime të ndjeshme, ndonse dyshimet janë të shumta. Mos u përhumni në mendime larg realitetit, por përqendrohuni në zgjidhjen e problemeve tuaja. Puna do të ecë mirë, por sërish do të ndjeni shqetësime me veten tuaj.